potencialisht që mundesh me i marrë, edhe me shtypër para një agent tillë që me largu zotrin Kurti prej qeverisë, ose duhesh me bashkëpunu. Këto dy mundësi kemi. Nuk ka vijat kuqe për PDK-n, vijat kuqe për VV-n. Sepse në një farforme në qoftë se ti refuzon mundësinë e bashkëpunimit me gjitha ato parti opozitare, atëherë kritika ndaj zotrit Kurti në procesin zgjedhor para datës 9 shkurt s'pas ka qenë sinqert. Sepse po të ishte sinqert, nuk e kiti problem kush do të bëhet kryeministri dhe kush do ta marrë cilin post të rëndësishëm. Kështu që unë po besoj që këta qysh pas datës 9 shkurt e kanë filluar një lojë që fatkeqësisht e kemi thënë edhe më herët këto. Unë nuk e di asnjë qeveri që ka kriju kauza edhe tema më të rëndësishme për vendin. Pra ju thoni se miniat pas 9 shkurtit këta e kanë shfaqur atë jogadishmërinë e tyre për të bashkëpunuar. Por këta e kanë shfaqur nuk janë as të qëndrueshëm edhe nuk janë konsistent në ato që e kanë thonë para 9 shkurtit e pas 9 shkurtit. Madje, unë nuk njoh një qeveri që nga pas lufta që ka kriju më shumë tema që kanë mujt me u shfrytëzu si kauzë nga partitë opozitare që për me ardhë në pushtet në të mirë të qytetarëve. Këta asnjë temë nuk e kanë shfrytëzu. Nëse ja fsheh komplet kritikën, këta kanë për çështje personale, inata personale, për të kaluarën e tyre, ofendimet, gjitha këto i kanë. Pra përderisa ati nuk po i shfrytëzon këto tema që po t'i ofrojnë, përderisa ati nuk po e konfirmon ato që e ka thënë para datës 9 shkurt, edhe me kriju një frym të bashkëpunimit me gjitha ato partitë që kanë qenë opozitë në të kaluarën, edhe kënejnaj nuk po dënë me bashkëpunu potencialisht me lëvizjen vetëvendosur, atëherë çka tash? A duhet me marrë një vendim? Partitë politike janë për me shtyë një vendim përpara. Roman, si eshe mungesën e ftesës për nismën dhe guxon nga presidentja në këtë takim? Asgjë tragjike, unë besoj që shumë natyrshme dhe jo, unë po... Tashmë janë dorë, nisma me aksion janë dorë. Nuk ka ligj ose nuk ka, shpo thonë, dokument që detyron presidentin në këto raste me i thirr komplet subetet ose me caktu formatin e takimit. Duda Balje do të merr pjesë. Presidentja ka vepruar, unë besoj, në bazë të asaj çka është ndodhur aktualisht. Pra, aktualisht është ndodhur një situatë politike e cila po shfrytëzohet për shkak të pamundësisë që asnjë raport ta bëjë qeverinë dhe arsyetimi mbetet te këtë rast emri Alvela Naxhiu që është kryetari i kuvendit, gjë që nuk qëndron kjo. Sepse edhe opozita po të kishte numrat, tu e di që i takon kryetari i kuvendit vetvendosjes, e kalon, vjen radha, përfundon dhe merr qeverinë. Rrjedhimisht edhe zoti Kurti po të kishte votat, fillimisht do ta kalon te kryetari i kuvendit me 61 vota dhe pastaj shkojmë tutje. Edhe në këtë rast tek takimi unë besoj që presidentja ka vepruar në thirrje ndaj liderëve që kanë qenë bartës të listëve ose kryetar partish që kanë marrë pjesë në zgjedhje. Në këtë rast Roma, pra ky takim po bëhet për qeveri, jo për ngërçim në kuvend. Jo, nuk po bëhen, nuk e shoh. Tani marrëveshje politike ndoshta as ky ngërç nuk zgjidhet. Dëgjoj, presidenti mund të bëjë thirrje që të gjejnë zgjidhje për një marrëveshje politike. Pajtohem. Por presidenti nuk mund t'i tregoj kush me kë shembull bëj koalicion, sepse nuk diskutohet ajo. Por vetë fakti që presidenti fton në takim përfaqësuesit e partive është një përpjekje që të bëhet një presion, po e them ndoshta edhe pozitiv, politik, që te kalohet kjo. Edhe çysh te kalohet na po flasim. Fiton edhe vetveten presidentja që në fond mos me pas mundësi me akuzuar askush që mirë, te arsyetimi është, bon, ai nuk duhet me qëndru pasiv, realisht se me të drejtë pastaj e kishim akuzuar që qëndron. Çka me lëviz tutje? Pasive, sidoqë që tjetër. Cili mund të jetë ndikimi se po na mundem me bë hapa, po nëse qëndron hapi është ndikimi i tyre është i vogël atë. Fakti që ulën në tavolinë, me një tavolinë, këtë liderët politikë që në far forme i paskan që i tha ato inatet personale, i kanë inatet politike njëri me tjetrin, nuk mundën me pa një tjetrin, etj. Krijon një klim të re të diskutimit, dhe klima e re të diskutimit çka mundet me sjell. Mundet me sjell ato që po flasim, ndoshta të ardhmen prapë një takim mes LDK-s dhe vetvendosjes, pse jo, ose mes LDK-s dhe PDK-s, që ndoshta e ki shkry akullin që më ul bashk dhe me gjithë zgjidhen. Prandaj edhe këto ftesa që me përmbledh nuk e shoh tragjike as mungesën e zotit Limaj, as mungesën e zotit Faton Peci, sepse kanë përfaqësuesit e tyre brenda që kanë qenë pjesëmarrës në zgjedhje. Në këtë rast Ramush Haradinaj është në AK, Albin Kurti është në vetvendosje, ata kanë qenë në petkun e një liste. Dhe as Faton Peci dhe as besoj Fatmir Limaj nuk është kundër gjetjes së në zgjidhje për me te kalu. Sa ato 3 votat e Limajt? Nuk është punë roli. Ai përfaqësohet funden nga zotëria Haradinaj sepse ka qenë listën e tij. Po, por në momentin që vendoset shembull diçka nga ky takim, që në seancën e radhës që mund të bëhet të shtunën, të votohet kryetari i kuvendit, unë nuk e besoj që as Limaj, as zoti Peci është kundër votimit. Sepse të ke fundit edhe me qenë kundër nuk është shelun ndonjë rol, hajde apet, por në parim këtu bëhet fjalë për zgjedhjen e ngërshit, sepse zgjedhja e kryetarit të kuvendit dhe kryesisë
hap rrugë